Jënë short, bablokat, pse nuk pe votojnë diaspora opozitën? Atëhere, mas pari ju kisha aftu me këshyrë se qka ka thonë që ky ka shkretue për diasporën tonë dashur. Nuk ju marë se kur të atje me shkue, me pastru toaletat Gjermani e me ishit men Kosovarve që qysh do të me jetue. Se jem lëvë, bre, është e lëndshme kjo çka po bën jo. Zot ju vrovë që s'kishi pas të roftyre me i nënçmu kështu diasporën tonë dashur. Si pas të dhënave të fundit, remitenca nga diaspora kanë qenë rreth 1.3 ose 1.4 miliard euro në vit që t'i ka pru diaspora që edhe kushdo që e ofendoni diasporën tonë dashur, Allahu ja u kthef mënyrën më të keqe që ekziston. Sepse kur po na bin pare, po na bin sene, pja o kona, edhe kur na kam pru, s'ju vjen more me i ofendu e njerëzit që i kanë dhonë shumë kësoj Kosove. Edhe ma mirë është me shku me pasrun toalet, se sa me vidh shtetin tënë. Coftina. Po ashtu unë nuk e di qysh nuk ishi pas tro kulture, tro marrje me i ofendu e njerëzit që i kanë dhonë shumë kësoj Kosove, i kanë dhonë si gjatë luftë. Në kuën kur i na donë liri, do më thonë, veç pse nuk për ja u voton, opozitën du të më qumë me i ofendu e këta njerëza, o pasha Allahun e madhë, një sempi ja u thëmë, edhe monën men mirë këtë pjesë. Ta, kur nuk e votojnë njërin që e vjedh shtetin e vetë, po e votojnë njërit që e dën shtetin e vetë, sikur Albin Shqiptaria. Pra, diaspore dashur, ju du mas shumë të pasha Allahun e madhë. Mos o prekni prej këtynov, coftinov, sepse këta jënë që si rac majmunash që kur nuk i dën, nuk i përcjell këta do me thonë, këta që shto ofendojnë. Votoni për kënd t'ja u dën zemra, edhe pse e di që keni me votue krejt Albin Shqiptari.